Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk jam në psikiatri, Egli bën reagimin e parë pas daljes. Egli Tako, ish banorja e shtëpisë së famshme, ka reaguar për herë të parë pas shqetësimeve të ndjekësve lidhur me gjendjen e saj emocionale. Përmes një postimi në Instagram, ajo ka sqaruar se nuk ndodhet në ndonjë spital psikiatrik dhe se është e rrethuar me njerëz që e mbështesin. Ndihem e trishtuar dhe ngarkuar emocionalisht, por nuk ndodhem në asnjë spital psikiatrik apo diçka të ngjashme. Kam njerëz pranë që po investojnë gjithçka kanë që unë të arrimar veten, shkruan Egli duke falendëruar ndjekësit për mbështetjen e madhe. Në reagimin e saj ajo flet për ndjesitë që ka përjetuar dhe për raportin e saj me lojën brenda shtëpisë. Egli shprehet se ka pasur të vështirë të distancohet emocionalisht, por po punon për ta menaxhuar më së miri situatën. Ajo gjithashtu i është referuar deklaratave të gjesit duke theksuar se disa sjellje i kanë kujtuar eksperiencat të së kaluarës. Nuk dua të jap më shumë detaje sepse dua që të flas për të mirat dhe të mbaj për vete të këqijat, shkruan ajo. Në fund të mesazhit, Egli shpreh mirënjohjen për të gjithë mbështetjen e marrë dhe thekson se po punon për të gjetur forcën brenda vetes për të vazhduar përpara. Reagimi i saj plot ndodhet edhe në faqen e saj të Instagramit.